Mos keni marrë urdhër nga ato bandat kriminale me cilat ke bashkëpunuar, që ke dorëzuar zgjedhjet e fundit Blendi Gorxhës, dhe si duket vazhdojnë të komandojnë që atje ku janë për dhënien apo mosdhënien e fjalës. Ta dish që ja ka deleguar, por kam përshtypjen që ja ka marrë përfare, dhe do ta ketë pak vështirë. Të dy do ta kenë në fakt. Po e nis nga procedura, sepse procedura ka prioritet dhe ajo që unë doja të thoja, lidhet edhe me fjalën që tha zoti Balla dhe ju referua mikut të tij, austriak, për cilin unë personalisht kam shumë respekt, dhe ndaj do taftoja që të mos ta dëgjonte neve, të hapi të lexoj raportin që ky ka propozuar. Dhe të gjitha mendimet kanë qenë, nëse nuk gaboj, 175 mendime, s'ka pasur në një raport kaq shumë. Dhe të gjitha, pothuajse të gjitha, janë me konsensus. Lexoje. Turp është që të shkosh tani në sallat e Brukselit dhe të flitet për zgjedhjet që janë dhunuar. Ky është turp. Turp është që pikërisht kjo mënyrë se si Eliza drejton parlamentin është në 10 pika. Në 10 pika të raportit. Nuk drejtohet kështu. Parlamenti ka kërkuar raporti të marrë statusin që duhet ketë. Të drejtohet ashtu siç duhet. Të bëj transparencë, të bëj check and balance. Në 10 pika e ke parlamentin, me lexoje Elisa, para se të drejtosh në mënyrë arrogante duke shkelur çdo nen të rregullores. Po qa, po mendon që s'po ma jep fjalën për procedurë dhe do ma mbyllësh fjalën, do ma mbyllësh gojën, do ma heq drejtën e fjalës. Se unë prap nuk do mund them ato që kam për thënë, do t'i them. E di kush është turp, zoti Balla. Turp është që Shqipëria tani përmendet si narkoshteti vetëm në Europë, fali Edi Ramës, i cili edhe 1 javë, 2 javë para zgjedhjeve, dha 138 licenca kanabisi, jo për 200 hektarë si që kishte ligji, po për 29.000. Pa është kjo drogë për vota. Kjo është turp. Turp është kur ministrat, kur deputetët e PS-s, kur drejtuesit e policisë, kur gjyqtar e prokuror, dhe besoj ju jeni në DNI, zoti Balla, përmenden në skajën Kroçat. Besoj jeni në DNI sepse jeni një nga aktorët aty, të përmendurit aty edhe për zgjedhje, për dhunim zgjedhjes, njëra band kundër bandës tjetër. Ky është turp. Dhe mos mendoni juve që miku yt austriak apo gjithë europarlamentarët tashmë nuk i din. A i dini kush është turp? Që Shqipëria, kur diskutohen zgjedhjet, përmendet për shtetin që është bërë bashkë me krimin. Dhe pikërisht to struktura kriminale po ndalin rotacionin. Dhe nuk e tham neve këtë, jo. E tha kryetari i misionit të vëzhgues dhe një nga eurodeputetët më korrekt, një nga politikanët më të mirënjohur gjerman, Michael Gallagher. Nuk e tham ne. E kishte parë, e kishte lexuar, kishte informacion për te nesh. E tha në Parlamentin Evropian në AFET, e tha edhe në Asamblen Parlamentare të PPE-s, ku antar janë vende, ku janë 14 kryeministra. E dëgjuat edhe sekretarin e përgjithshme, që tha neve po vrojtojmë Shqipërinë, sepse zgjedhjet nuk kanë qenë të lira, sepse nuk ka pasur kushte të barabarta, sepse është abuzuar në mënyrë masive. Dhe përsëri zoti Gallagher përmendi strukturat kriminale. Pra ç'a mendoni ju? Ky është turpi i Shqipërisë. Ju jeni turpi i Shqipërisë. Ti Elisa je turpi. Që në vend që të shkoje në Vor, dhe ti thoje atyre bandave që t'iknin, dhe të kërkoje ndjes
për dhunimin që ju bë çdo votuesi që futej për të votuar, për kërcënimin që mu bë mua dhe familjarëve të mi, shkove atje me bandat. I dhe kra më shumë atyre bandave dhe bandave tjera. Ky është turp. E keni nxirë ju faqen e Shqipërisë. Dhe po, merrni lexoni raportin 2023-2024 për të kuptuar se çfarë mendon Europa. Dhe jo vetëm kaq, po I bashkohem kërkesës së zonjës Tabaku, duhet debat. Ky raport duhet debatuar, duhet diskutuar dhe çdo pikë e këtij raporti duhet kthyer në plan pune për parlamentin, për qeverinë, për institucionet shtetërore, për shoqërinë civile, për mediat dhe për gjithçka, për çdo institucion. Duhet zbatuar. A jemi ne dakord që të hyjë Shqipëria sa më parë? Po, të hyjë Shqipëria sa më parë, sepse ka më shumë kontroll. A jemi gati neve për të hyrë? Jo. Zgjedhjet e fundit e kanë shkatruar përfundimisht rrugën europiane të Shqipërisë. U habitën të gjithë miqtë e mi në konferencën në Moldavi para 2 ditësh. Kishte deputet, ishte presidentja e Moldavisë, kishte eurodeputet. Kur shifnin videot se si nxirrej fleta e votimit nga kutia për të kontrolluar, se si para se të votohej, shkon tek kryetari socialisti I shifti kontrollonte votën. Po ku ndodh në Evropë? Në cilin vend të Evropës ose në cilin vend që aderon për në Europë ndodh një gjë e tillë? Po alarmuan kur pan foto dhe videot e kriminalëve që rrinin aty me qindra, edhe me badge falso, të siguruara nga institucionet shtetërore, që dhunonin një nga një, u alarmuan. Si është e mundur, thanë, që kjo ndodh në Shqipëri? Si është e mundur, tha, që Komisioni Evropian nuk ka folur më shumë për këto zgjedhje? Ndaj kërkojmë debat. Ky raport I ka të tëra, raporti 2023-2024 I ka të tëra. Fillon me parlamentin. Çfarë kërkon? Të paralajmëron Elisa, qëndrim kundër çdo vendimi që mund të dëmtojë sistemin e kontrollit dhe balancës. Këtë keni bërë gjithë të vite. Keni dashur të shkatroni sistemin e kontrollit. E keni shkatruar në fakt sistemin e kontrollit dhe balancës. Por jo, nuk do ndodh më. E ke në fjalinë e parë. Çfarë kërkon tjetër? Dhe po ashtu të vazhdon nënvizon detyrimin e Kuvendit të Shqipërisë për të respektuar vendimet e gjykatës kushtetuese pa vonesa. Po çfarë bën që nuk I plotson? Po ju duhej. Ju duhej deputetja, I duhej Edi Ramës të mbronte një deputete dhe nuk e zbaton vendimin e kushtetutës, e mbrojti I dha vota që të hynte në kuvend për ta mbrojtur. Po pse kështu hym neve në Evropë? Duke shkelur çdo parim, çdo standard? Edhe në Parlamentin Evropian, edhe në të gjitha mbledhjet që ne bëjmë, kemi dhënë sigurinë maksimale për të mbështetur çdo ligj, çdo procedurë, çdo gjë që duhet për integrimin. Por, ajo që na u sigurua është që procesi do të jetë në bazë meritokracie. Step by step, hap pas hapi, duke plotësuar të gjitha kushtet dhe duke plotësuar të gjitha kriteret. Vazhdon më tej raporti. Zgjedhjet, thot, janë zhvilluar në një mjedis të thellë të polarizuar dhe garuesit nuk ishin kushtet barabarta. Është kriteri numër 1 I Kopenhagenit, ndarja e shtetit nga partia. Po ju ishin një parti shtet që abuzuat në mënyrë masive. Çfarë thot më poshtë? Shpreh shqetësimin se partia në pushtet përfitoi nga përdorimi I gjerë I burimeve administrative. Ja pra, kush e bëri këtë? Edi Rama, ju që bashkëpunuat me kartelet e drogës dhe me bandat, ju jeni turpi I Shqipërisë. Ndaj ajo që kërkohet është e pa... Përfundoi koha, zonja Vokshi.
ju lutem uluni, përfundoi koha dhe nuk ju ndalova për fjalor, duhet ju kisha ndaluar në fakt me mesazhet që po marr, se si e lejoni, sepse dua vërtet që të gjithë të dëgjojnë se çfarë keni për të thënë ju, që ndoshta edhe personalisht jeni një nga arsyet kryesore pse Partia Demokratike ka marrë atë rezultat që ka marrë në qarkun e Tiranës. Turpin ju nuk ta e tregoni dot ne, ju që nuk lini derë pa shkuar e nuk lini